një sharnaj, madje përkundër ishte njeriu më pozitiv brenda asaj shtëpie. Dhe kjo më pas po thua se mjafton të jesh vetëm aq, sepse realisht ne kemi parë gjithë banorët cilët edhe në momentin që dalin thonë se nuk janë të tillë, debatet i kemi për çështje të asaj idesë për të arritur sa më lart. Debat për lojë nuk ka. Ti o je ashtu, o si jetë. Pra nuk mund të shtiresh në debatet që bën. Po nuk shtiresh dot, se ti mund të shtiresh 2 javë para, pastaj strategjia jote bie, ti nuk sillesh dot më njësoj, ti harron që ka kamerat, faktën unë që e kam kaluar vetë atë si eksperiencë. Se kam përjetuar, si një javë do të harrosh që ti ke kamerat brenda dhe ti fillon të rrjedh, krijohet një mikrobot brenda asaj të shtëpisë. Kush thotë që unë e bëj këtë për lojë mashtron. Pikë. E qartë. Elton, flasim pak edhe për 3 vendet e mbetura në finale. Kush realisht mendon se... ja ti them direkt. Matteo Brikena Miri. Matteo Brikena dhe? Miri. Dhe Miri. Pse përjashton Rogertin në këtë mes? Për shkak të gjuhës që ka përdorur, sepse ka qenë jashtëzakonisht aktiv megjithatë. Sipas një sondazhi që është bërë në Shqipëri, Rogerti është njeriu më i urryer për momentin. Dhe nuk e voton njeri për të vajtur në finale. Unë nuk e di se po nëse është kaq i urryer Elton, pse atëherë i ka përballuar gjithë ato në minimet që ka pasur? Po thoni se është favorizuar deri diku nga produksioni? Po patjetër. Ajo është një gjë që dihet. Dhe pse nuk do ta favorizonin pastaj edhe për finale? Po sepse se besoj të paktën që në këtë pikë të dalin kundra publikut, sepse është shumë e qartë që publiku do Selin me Mirin dhe çiftin Brikena Matteo të ashtu. Është e qartë, domethënë. Konsideron se ka qenë ndihet. Po mjaftueshëm lojtar i fortë Miri për ta prekur finalen? Patjetër. Vetëm sakrifica që ka pasur që nga dita e parë deri në ditën e 112 që jemi sot nuk është pak. Pastaj të gjithë të tjerët janë shtesa. Dhe në bazë të këtyre parashikimeve që ju thoni Elton se edhe mund të jenë finalistët në bazë të këtij. Selin, mos më pyet fare. I pas ke përgjigjet sot në majet të gjuhës Elton. Sepse e kam thënë që ditën e parë, që ka filluar Big Brother. Kam thënë që fiton Selin, kur ka hyrë Stenaldo, kam thënë e meriton Stenaldo, patjetër, por nëse do të jenë që të dy në podin final, kushdo që ta fitonte për mua ishte okej. Më erdhi shumë keq që e nxorën Stenaldo, sepse realisht ishte nga ato lojtarët që i kanë munguar Big Brother për kaq vitesh. Nuk e di pse tek ne. Më erdhi shumë keq për Malin, një njeri aq pozitiv, aq i sjellshëm. Dhe kur erdhi puna e nxorën Stenaldo. Domethënë janë ca njerëz. Se mendon, çka e dallon Selin nga konkurrentët e tjerë për ta favorizuar më shumë? Sepse unë në përshtypjen time kam parë që goxha përkras ka edhe i dashuri i Brikenës. Matteo. Dëgjoj, po ka një ndryshim shumë të madh. E para njëherë Matteo është mashkull, është 28 vjeç, Selina është një vajzë 23 vjeçare, me një forcë, zgjuarsi, elekuencë, inteligjencë, me çfarë të duash ti, i ka me të pritës. Dhe është një njeri që rrallë herë i ka kaluar limitet, të ofendoj apo të prekja aty ku nuk duhet të prekje.